Punimet në aeroportin e Vlorës janë drejt fundit. Zëvendës kryeministri dhe ministri e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku ka njoftuar se më 8 maj në pistën e aeroportit të ri të Vlorës do të ulet avioni i parë. Aeroporti tashmë ka marrë edhe kodin zyrtar nga IATA, VLO, duke u futur në artë ndërkombëtare të transportit ajror. Gjatë verës pritet që ky aeroport të funksionojë vetëm për avionët charter me turistë. Ndodhemi në aeroportin ndërkombëtar të Vlorës, tashmë të klasifikuar edhe me kodin nga IATA VLO apo jo Maxi zyrtar. Kështu që mund të themi që jemi në ditët e fundit para se të fillojmë testet, të cilat do të kryen në datë 8 maj me uljen e avionit të parë, edhe të gjithë proceset që do të bëjmë gjatë asaj dite, dhe më pas me nisjen e certifikimit për të pasur brenda sezonit veror uljet zyrtare, pra operacionet zyrtare në këtë aeroport. Ashtu siç e kemi thënë shumë herë, bëhet fjalë për aeroportin më të madh, një aeroport me një pistë 3.2 kilometra, nga ana tjetër ky është një projekt i cili nisi për të qenë disi më i vogël, por duke parë të gjitha zhvillimet që kanë ndodhur nga 2021 deri më sot në industrinë e aviacionit civil, atëherë edhe konsorciumi ka marrë një sër masash për të rritur volumet e këtij projekti, duke arritur kështu në 17.000 metra katror terminal, i cili do të jetë akomodues për një numër rreth 4.5 milion pasagjerë.